Kjo pamje është e njohur për ne të gjithë, është qendra e kryeqytetit tonë. Rreth 40 vjet më parë, qendra e Tiranës kishte tjetër pamje. Ne po ju paraqesim këtu disa materiale arkivale për të ndjerë rritjen e saj. Kështu e gjeti qendrën e Tiranës çlirimi i vendit. Mbi gërmadhat e luftës dhe të kaluarës, partia projektoi të ardhmen. Që në vitet e para të pas çlirimit, shoku Enver Hoxha, në një bisedë me ndërtuesit e arkitektët, theksoi domosdoshmërinë e një plani rregullues të kryeqytetit tonë. Kështu nisi të ndryshoi qendra e Tiranës, siç ndryshoi mbar peizazhi i vendit tonë. Dikur në qendër të Tiranës ka qenë pazari i vjetër, ku tregtoheshin punime artizanale. Në vend të tij u vendos të ndërtohej Pallati i Ri i Kulturës. Projektin e tij revizionistët sovjetik e lanë përgjysmë, por ndërtuesit dhe specialistët tanë e morën vetë përsipër ndërtimin e pallatit dhe sot ne nuk mund ta mendojmë dot qendrën e Tiranës pa të. Më vonë, në qendër të Tiranës, u ndërtua hoteli 15 katësh. Qendra e Tiranës vazhdon të ndryshojë, ndërtesat e vjetra prishen për ta bërë kryeqytetin ton akoma më të bukur. Do të ndërtohet qendra e re muzeale. Para pak kohësh, kjo qendër muzeale ishte vetëm një maket. Shumë shpejt në këtë vend hodhen 7 konturet e saj. Në qendrën e re muzeale, nëpërmjet eksponateve, do të pasqyrohet historia e popullit tonë e ndarë në 2 periudha. Në periudhën e parë, që fillon nga antikiteti deri në vitin 1912, do të pasqyrohet lufta dhe përpjekjet e popullit tonë në shekuj për liri e pavarësi. Nëpërmjet materialeve që i përkasin periudhës dytë, që fillon nga viti 1912, do të pasqyrohet lufta e popullit tonë për pavarësi shoqërore e për të drejta demokratike, lindja e lëvizjes komuniste, historia e lavdishme e luftës nacional shërimtare dhe fitores revolucionit popullor që bëri realitet aspiratën shekullore të popullit tonë për liri e pavarësi shoqërore. Puna për ndërtimin e qendrës së re muzeale vazhdon. Më i bukur bëhet për ditë kryeqyteti ynë.